ai jo duhet thirret brenda 48 orëve. Prandaj mund vjen shumë keq për situatën e krijuar, por është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kjo duket hapur që ka një tendencë të hapur të opozitës për të penguar konstituimin e kuvendit. Domethënë kjo është e paprecedent, kjo nuk ka ndodhur në të kaluarën, prandaj edhe nojmë si veprim sepse është kundër institucioneve, është kundër themelimit apo konstituimit të kuvendit dhe qeverisë së re. Faleminderit dhe do të jemi në komunikim, do të jemi në unë mendoj që duhet të ketë unifikim kuvendi i Republikës së Kosovës. Unë besoj që është shumë e rëndësishme që të ketë unitet brenda grupeve parlamentare në raport me këtë çështje. Prandaj, me që jemi në një situatë të tillë, nuk është në përgjegjësinë time sepse seancat konstituive thirren nga kryesuesi i seancës, do të shohim se cila do të jetë zgjidhja, do të jemi në komunikim gjatë gjithë ditës. Faleminderit.